Emisioni fundal për sot e nisim me ngjarje të tmerrshme që ka ndodhur në fshatin Golubos të Malishevës, ku dhëndre dyshohet se ka vrarë 2 vëllezërit e bashkëshortes së tij. Dyert e oborrit të shtëpisë u bën vendi ku 2 vëllezër dhanë frymën e fundit. Në Goluboc të Malishevës, Driton dhe Naimorina dyshohet se u qelluan për vdekje me armë zjarri nga dhëndri i tyre Astrit Isufi. Siç raportohet, i dyshuari kishte shkuar në shtëpinë e morenve për ta marrë bashkëshorten. Pasi ishte larguar disa metra, është kthyer sërish dhe ka hapur zjarr ndaj Dritonit dhe Naimit, njëri 32 e tjetri 40 vjeç, të cilët ndodheshin në oborr. Të dy vdiqën në vend, siç ka konfirmuar edhe policia për rajonin e Gjakovës. Rreth orës 11:30 jemi njoftuar se 2 persona të gjinisë mashkullore të moshës madhore, vëllezër, janë dërguar në QMF-n e Kievës si pasojë e plagave të marra nga arma zjarrit në fshatin Golubos të Malishevës. Personeli mjekësor në QMF ka konstatuar vdekjen e viktimave. Njësitë e nevojshme policore janë përgjigjur me një raste dhe kanë dalë në vendin e ngjarjes. Ngjarja tragjike dyshohet se ndodhi pas një fjalosje që kishte nisur paraprakisht. Gjatë tërë ditës, pranë shtëpisë së viktimave janë shtuar forca të shumta policore, derisa për të dyshuarin tashmë i identifikuar është aktivizuar njësia K9 e Policisë së Kosovës. I dyshuari që raportohet të jetë Dorasi është Astrit Isufi nga Drenasi dhe i njëjti po kërkohet në malet e fshatit Goluboc të Malishevës. Për këtë ngjarje të rëndë ka folur edhe Enes Gashi, kryeprokuror në Prokurorinë Themelore të Gjakovës. Sikur se jeni njoftuar deri më tani, kemi të bëjmë me një vrasje të rëndë, pra vrasje dyfisht, ku kemi të bëjmë me 2 viktima. Kryesi i kësaj veprëpenore është ende në arreti dhe policia së bashku me prokurorinë jemi duke ndërmarrë gjitha masat që sa më shpejt identifikohet dhe të sigurohet prezenca e tij. Tani për tani s'mund të jap informacione për shkak se duhet të bëjmë verifikimin e këtyre informatave dhe pastaj të dalim me një njoftim zyrtar me qëllim që të jenë të informata sa më të sakta. Ajo që mund të them që do thotë në mesvetë kanë raporte familjare, mirë për motivin ende nuk e dim saktësisht, kështu që pasi që të marrim dhëna të tjera më të sakta, atëherë do të dalim me një komunikat zyrtare. Policia duke ndërmarrë të gjitha veprimet në koordinim me prokurorinë, do thotë për të mbledhur gjitha provat materiale dhe ato personale dhe më pas do t'ju njoftojmë gjithsesi. Në vendin e ngjarjes atje ku ka ndodhur ky krem i rëndë ndodhet kolegja ime Arjanit Zhegrova, me të cilën do të lidhem tash direkt. Arjanit, përshëndetje dhe të lutem na trego, a është duke vazhduar kërkimi apo është arrestuar tashmë personi dyshuar? Po, përshëndetje Arsim, për ju dhe për gjithë shikuesit e televizionit të shtatë, ne po paraqitemi sërish nga fshati Goluboc i komunës së Malishevës, ku para rreth më shumë se 5 orësh ka ndodhur një ngjarje tragjike, një vrasje dyfisht. Kërkimet për tashmë të dyshuar janë duke vazhduar ende, jo pranë fshatit siç kemi raportuar më herët, me që derisa kemi ardhur në vendin e ngjarjes kemi parë njësitë të K9 të Policisë së Kosovës, teksa kërkonin në malet për të dyshuarin. Pak më herët nga këtu u larguan edhe 2 veturat, njëra prej të cilave me targat të shtetit të Maqedonisë dhe që dyshohet se është e Dorasit, me që kishte një gomë të shpërthyer xhamin e thyrë dhe njolla të gjakut. Në të ndërkohë hetuesit bashkë me prokurorin kanë gjetur edhe armë zjarri përveç gëzhojave të plumbit në atë vetur, e cila u largua para rreth 20 minutash nga vendi i ngjarjes. Ne kemi kontaktuar dhe kemi biseduar edhe me familjarë të tashmë të ndjerëve, mirë po të njëjtit nuk kanë pranuar të japin shumë informacione, përveç se kanë konfirmuar që vajza e tyre ka pasur dhunë në familje para disa muajsh, me që Dorasi tashmë i dyshuar për këtë vrasje të dyfisht, madje ka majtur edhe ka pas edhe masë para burgime. Ndërkohë, pak minuta pasi kryeprokurori Themelores së Gjakovës u deklarua për media, ai u ftua sërish nga hetuesit, me që në veturën e të dyshuarit është gjetur një armë zjarri. Konflikte dyshohet se ka nisur nga një përplasje që kanë pasur të dy palët me njëri tjetrin dhe ka përfunduar me vrasjen e 2 vëllezërve të familjes Morina, të cilët familjarët e të cilëve nuk pranuan të flasin. Ndërkohë, policia edhe njëherë ka konfirmuar që po vazhdojnë hetimet për kapjen e të dyshuarit. Gjithashtu vlen të theksohet që rrugës deri në fshatin Golubos të Malishevës ka patrulla të policisë së Kosovës, të cilët po
të cilat po kontrollojnë veturat që po qarkullojnë në këtë zonë me qëllim të kapjes sa më shpejt të dyshuarit. Ndërkohë, Arianit u raportua se 2 vëllezërit që tashmë kanë humbur jetën, pra kanë ardhur nga vendet e Evropës ku ata jetojnë, për shkak se kanë pasur një rast tjetër në familje, një rast të rënd po ashtu. Për këtë nuk kemi marrë një konfirmim zyrtar nga familjarët të cilët kanë në vendin e ngjarjes pasi u larguan veturat, me që të njëjtit ishin në gjendje të rënd emocionale, por ne kemi pasur përveç informacioneve që kemi marrë në vendin e ngjarjes, kemi pasur një bisedë me mjekun i cili ka trajtuar të dy të tashmë të ndjerit, me që ata janë dërguar nga një bashkëfshatar i tyre. Në fakt ata janë thirrur nga bashkëfshatarët për të intervenuar në autoambulancë. Është konfirmuar që të dytë nuk kanë pasur shenja jete. Mjeku i cili ka ekzaminuar ka thënë që të ndjerët kanë pasur nga 2 plagë nga plumbat e armës që është shkrepur. Ne po vazhdojmë të qëndrojmë këto, me se kemi marrë informacione, familjarët e tashmë të ndjerëve nuk janë ende në dieni për incidentin që ka ndodhur realisht. Aktualisht, a ka policë prezent që janë aty tek vendi ku jetin, në afërsi të shtëpive apo edhe në pjesë tjera të fshatit? Policët janë larguar tashmë nga kjo pjesë ku ka ndodhur pranë pak metra mbrapa meje, ka ndodhur edhe ngjarja e rënd, ndërkohë policë gjatë rrugës ka tek hyrja që të shpihet tek shtëpia tashmë të ndjerëve dhe në fillim të fshatit, rrugëve ku po kontrollojnë vetura civile të cilat po kalojnë me qëllim që sa më shpejt të identifikojnë dhe kapin të dyshuarin. Ka pa dikush, nuk e dini se keni pas rast me bisedu edhe me banorët fshatit Lagjës, ka pa dikush Dorasin duke u larguar nga vendi i ngjarjes duke ikur përderisa policia po kërkojnë në mallet aty për rreth? Me aq informacione sa kemi marrë, ka pasur faktikisht një ekip gazetarësh prej mediumeve të tjera, ka informuar policin që gjatë rrugës ka parë dikë duke hyrë në mal. Mirë po nga policia nuk kemi marrë një konfirmim zyrtar nëse ai person ka qenë i dyshuari që po kërkohet prej tyre, ndërkohë nuk ka pasur lëvizje fare të bashkëfshatarëve për gjatë rreth 5 orëve që po qëndrojmë këtu në vendin e ngjarjes. Arianit, faleminderit shumë për informacionet që na i solën nga ky fshati i Malishevës, atje ku sot gjatë ditës kanë humbur jetën 2 vëllezër të cilët dyshohet se janë qelluar me armë nga dhëndri i tyre. Ndërkohë një ngjarje tjetër e rëndë ka ndodhur në Tetov të Maqedonisë së Veriut, atje ka humbur jetën një 25 vjeçare nga Gjakova. Që nga e mërkura, hetuesit policor po vazhdojnë të kërkojnë prova të reja. Këta po përpiqen të zbulojnë rastin e 25 vjeçares nga Gjakova, e cila humbi jetën pasi që kishte rënë nga kati 4 i ndërtesës ku jetonte me qira në Tetov. Raportohet se viktima është Doarsa Spahiu që po studionte në nivelin master, derisa në vendin e ngjarjes janë gjetur disa barna. Prokuroria themelore në Tetov ka deklaruar se të dhënat e para nuk japin indikacione për vdekje si pasojë e një vepre penale. Ata thonë se do të intervistohen disa persona dhe se organet hetimore po veprojnë intensivisht për të sqaruar shkaqet. Prokurori kujdestar nga Prokuroria Themelore Publike në Tetov dje ka kryer ekspertizë në vendin ku është gjetur trupi i pajet i një gruaje të re, si edhe në banesën me qira ku ajo kishte qëndruar, po ndërmerren të gjitha veprimet për të hetuar shkaqet e vdekjes me kontrolle dhe ekspertiza të detajuara në vendngjarje, ndonse të dhënat fillestare dhe gjurmët në terren nuk tregojnë se bëhet fjalë për vdekje si pasojë e një vepre penale. Edhe ambasada e Kosovës në Shkup e ka konfirmuar se viktima është shtetase e Kosovës dhe ka thënë se është në kontakt e vazhdueshëm me autoritetet maqedonase. Ambasada e Republikës së Kosovës në Shkup është njoftuar para pak orësh nga policia rajonale e Tetovës se të mërkurën rreth orës 18 në një lagje të këtij qyteti është gjetur pa shenja jete një shtetase e Republikës së Kosovës. Ambasada ka vendosur menjëherë kontakt me autoritetet relevante policore dhe po e ndjen nga afër zhvillimin e rastit. Sipas raportimeve të mediave, 25 vjeçara kishte qenë në një lidhje dashurie me djalin e një biznesmeni nga Maqedonia e Veriut. Familjarët e viktimes kanë deklaruar se vajza e tyre tani më e ndjer, kohët e fundit ka pasur mosmarrëveshje dhe probleme me të dashurin e saj.
Por të marrë më shumë informacione sa i përket kësaj ngjarje të rëndë të ndodhur në Tetov, në lidhje direkte e kam kolegun tim Besjan Leka. Besjan, përshëndetje dhe të lutem na trego cilat janë informacionet e fundit sa i përket kësaj ngjarje të rëndë në Tetov. Përshëndetje Arsim, informacionet e fundit janë se pas kryerjes obduksionit dhe pas kompletimit të dokumentacionit të nevojshëm, trupi i pajet i viktimës 25 vjeçare është kthyer familjes dhe është marrë për procedurat të më të tjeshme pra në vendlindjen e saj në Gjakov të Kosovës. Ne tani ndodhemi pikrisht në vendin ku mbrëm, pra rreth orës 19 ka ndodhur ngjarja, pra prapa meje, këtu siç mund të shihet te kjo ndërtesë në katin e 4 ka banuar tani më e ndjera 25 vjeçare, pra e cila ka qenë studente në Universitetin e Tetovës. Momentalisht të gjithë gazetarët dhe mediat ndodhen në një terr informativ për shkak të seriozitetit dhe të karakterit të ngjarjes. Pra, po ja lejoj vetes që të them se dyshohet se është kryer vetvrasje. Andaj edhe policia dhe prokuroria deri tani nuk kanë dalë me detaje të hollësishme se çfarë në të vërtetë ka ndodhur. Spekulimet janë të shumta sa i përket këtij rasti, pra për arsyet se çfarë faktikisht ka shtyr deri në këtë ngjarje. Megjithatë, ne do të presim një version përfundimtar pra të policisë dhe të prokurorisë. Dua të bëjmë dije se edhe familjarët pra edhe institucionet kanë qenë hermetikisht të mbyllura sa i përket dhënies së informacioneve zyrtare se çfarë në të vërtetë e ka çuar viktimën që të vit deri te kjo ngjarje. Megjithatë, ajo që mund të them është se mbrëm pra disa kalimtar rasti, duke kaluar e kanë parë trupin e pajet të viktimës dhe menjëherë kanë thirrur policinë, pas çka është konstatuar se viktima pra është hedhur nga kati i 4, ka rënë poshtë dhe kështu duke e humbur jetën. Besjan, lexova sot dhe dëgjova që pra ka pasur tentime tjera për të bërë një akt të tillë kjo studentja 25 vjeçare, ndërkohë është parë nga qytetarët. Pyetja ime është si ka mundësi që të shihet një veprim i tillë dhe të mos ndërhyj dikush për t'i dalur në ndihmë në ato momente të vështira. Edhe kjo ka qenë një nga informacionet të cilat ka qarkulluar gjatë gjithë ditës, por edhe mbrëm në për rrjetet sociale, sidomos por edhe në për njerëzit. Megjithatë, nuk ka ende informacion zyrtar pra nga policia e Tetovës, nga sektori i punëve të brendshme, nëse në të vërtetë ka pasur tentime të mëhershme për të kryer një vepër të tillë. Nga ajo që kemi dëgjuar, pra përsërisën informacione jo zyrtare, është se fqinjet më herët kanë dëgjuar javëve më herët, pra kanë dëgjuar zëra të ndryshëm si lloj përleshjesh verbale. Mirë, por deri tani nga ajo që kemi pyetur dhe jemi interesuar, nuk ka pasur asnjë rast të denoncuar në polici as nga fqinjet, por as nga tani më e ndjera. Andaj ne do të presim pra deri në zbardhjen e plotë të rastit që të kuptojmë se çfarë në të vërtetë ka ndodhur. Pra me sa duket e ndjera tani më ka marrë me vete edhe shumë sekrete dhe shumë informacione se si dhe pse ndodhi. Megjithatë, informacionet e tjera janë se policia po merret intensivisht së bashku me prokurorinë me sigurimin e informatave që të del në fund me një raport zyrtar. Pra, sipas informacioneve është të marrë edhe telefoni të ndjerës dhe mjetet tjera elektronike të cilat i ka poseduar dhe po hetohet rasti në përgjithësi gjithashtu. Pra pritet që të zgjerohet hetimi derisa të zbardhet i gjithë rasti, pra që të shohim se çfarë në të vërtetë ndodhi dhe çfarë e shtyu të ndjerën që të kryej atë akt. Vlen të theksohet se mbrëm për shkak të këtij terri informativ shumë familje kosovare të cilat i kanë fëmijët e tyre në Maqedoni të Veriut, të cilët studiojnë kryesisht në Universitetin e Tetovës, kanë qenë shumë të shqetësuar për shkak se nuk është ditur se ku ka ndodhur rasti, pse dhe kush është personi. Andaj jo kisha bërë thirrje edhe qytetarëve edhe gazetarëve, kolegëve tonë që deri në zbardhjen e plotë të rastit të përmbahemi dhe të mos japim pra komente se çfarë ka ndodhur për shkak se nuk ka ende një raport zyrtar. Besjan, faleminderit shumë për këto informacione që na soll në këtë magazin informativ në televizionin të 7. Faleminderit.
Ndërkohë, vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera. Në gjykatën e apelit është zhvilluar seanca për shqyrtimin e ankesave të mbrojtjes së vëllezërve jeton dhe Nexhat Vllazaliu të dënuar me burgim të përjetshëm nga gjykata themelore në Prishtinë për vrasjen e biznesmenit Bedri Rexhepi. Rreth 3 javë pasi dështoi seanca kaluar në apel, këtë ajte vëllezërit Vllazaliu dolën edhe një herë para kolegjit të gjyqtarëve. Me të filluar seanca, mbrojtja tyre pretendoi për shkelje procedurale dhe ligjore, si dhe mungesa arsyetimit në aktgjykim. Mbrojtja konsideron se ky aktgjykim është i përfshirë në shkelje të tij, paragrafet 1, paragrafet 1.10, paragrafet 2 dhe pikës 7 të kodit të procedurisë penale të Republikës së Kosovës. E drejta për të folur ju dha dhe të akuzuarit jeton Vllazaliu. Ankesat për aktgjykimin e shkallës së parë i parashtroi edhe avokatja të akuzuarit tjetër. Vetëm 2 faqe në të cilët përmbajnë arsyetim dhe analizë të provave nga ana e gjykatës së shkallës së parë. Kur erdhi radha përfaqësuesi ligjor të palës së dëmtuar, koha u shfrytëzua në maksimum. Kur këta vetë pranon jetonit të data të, të pranon kuzhinën, e pranon katin e tretë, e pranon perdën, e pranon veturën, e thot një sentencë rëndësishme. I qofsh falë kësaj gjenaze, i thot Nexhati, se krejt shpime këshat halë, gjatë kohës kur ta nga kati tretë, përpiqeshin ta nxjerrin kufomen e Bedri Rexhepit jashtë. Dhe ja lidhen me qeset zezë. Avokati Besnik Berisha u marrë edhe me të kaluarën e njërit prej të akuzuarve për vrasjen e Bedri Rexhepit. Ky komandant zone i ushtrisë, dikur pretendon se ka luftu për lirinë atij vendi, ky u kujdes që ta zhduk trupin e Bedri Rexhepit, dhe kështu thojnë provat, kështu thot vetë dëshmia e atij zotnisë kanë bërë fat me durrët e tij. Me 28 maj të këtij viti, shkalla e parë i shpalli fajtor jeton e Nexhat Vllazaliu për vrasjen e Bedri Rexhepit, duke i dënuar që të dy me burgim të përjetshëm. Emisionin frontale vazhdojmë me informacione të tjera dhe flasim për gjendjen shëndetësore të kryetarit të komunës Prishtinës Përparim Rama. Ai është sëmur dhe nën përkujdesin e mjekëve në shtëpinë e tij. Gjendja shëndetësore kandidatët e LDK-s për kryetar të kryeqytetit nuk është serioze. Lajmin për televizionin të shtetit kanë konfirmuar nga ekipi i Ramës. Nga ta bëhet ditur se gjendja e tij është stabile dhe se ai është prekur nga gripi sezonal, kurse para pak minutash vet Rama ka njoftuar përmes një postimi në Facebook se është mirë me shëndet dhe pritet që të marrë pjesë në një debat që do të zhvillohet sonte në një prej televizioneve këtu në Kosovë. Ndërkohë flasim tash për kryeministrin në detyrë të Republikës së Kosovës, Albin Kurti, i cili ka njoftuar studentët pra përmes mesazheve që po dërgon atyre se sot është procesuar pagesa për grupin e parë të studentëve që janë kualifikuar si përfitues të shumës se me njëhershme prej 100 euro me rastin e fillimit të vitit të ri akademik. Janë gjithsej 49.623 studentë përfitues të të gjitha drejtimeve të institucioneve arsimore publike private që kanë procesuar në grupin e parë. Pjesa e mbetura e aplikuesve që plotësojnë kriteret për përfitim do të shqyrtohet dhe do të procesohet me grupin e dytë në ditët në vijim, ka njoftuar Albin Kurti, i cili po ashtu studentëve përfitues u ka dërguar një mesazh kundër të tjera thuhet: Të dashur student, me lejoni t'ju uroj vitin e ri akademik me lajmin e mirë se ju jeni kualifikuar si përfitues të shtesës së njëhershme prej 100 eurove. Me qeverinë tonë, studentët gjithmonë do të kenë mbështetjen e shtetit. I juaji Albin Kurti, kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës. Studentët, disa prej tyre pra e kanë marrur këto 100 euro, mirë po kolegët tanë të RTK-s tash e disa ditë nuk i kanë marrur fare pagat. Ata sot kanë protestuar para RTK-s. Ta inta nuk bën zëri vetës. Këtë herë gazetarët e radio-televizionit të Kosovës zë i dhanë padrejtësive që po bëhen atyre e jo qytetarëve si rëndëm. Në ditën e 6 të muajit ende pa paga, sindikata punëtorëve të RTK-s protestuan para hyrjes së objektit.
Kryetari i tyre Gzim Bimbashi i rënditi kërkesat që kanë karshi kësaj situate. Në vend se të protestojmë për përmirësimin e kushteve të punës apo rritjet e pagave, ne jemi të detyruar të dalim në rrugë për pagat që i kemi fituar me djers dhe për kushtim. Në gjithë shtetin pagat janë ngritur, paktën kështu dhe po thuhet. Por në RTK punëtorët nuk po marrin as ato që i meritojnë, por punën që bëjnë çdo ditë me shumë përgjegjësi. Kjo nuk është thjesht padrejtësi. Është fyrje për punën dhe dinjitetin e secilit punëtor në RTK. Bimbashi pati një pyetje kundrejt ekzekutivit. Çfarë jeni duke dashur të bëni me RTK? Këtë protestë të punëtorëve e mbështesin edhe nga AGK. AGK ka vetëm një kërkesë sot. Asociacioni Gazetarëve kërkon në mënyrë urgjente dhe të padiskutueshme nga kryeministri në detyrë Albin Kurti që thjesht t'i alokoj pagat për punëtorët e Radio Televizionit Kosovës. Ta bëjë njësoj siç bëri herës së kaluar dhe kështu të ndërpritet presioni edhe financiar që po bëhet ndaj punonjësve medial. Fisnik Dërguti tha se RTK po përdoret për shantazh dhe për çrrim hesapësh mes partive politike. Zgjidhja për RTK-n është duke u përdorur për inate politike, për shantazh, për gjithçka tjetër, vetëm e vetëm që t'i sqarojnë hesapet politike partitë mes vete. Ndërkohë, në rast të mos reflektimit, sindikata paralajmëruan masa të tjera duke mos përjashtuar grevën e përgjithshme. Për më shumë se një muaj, Thaqi, Veseli, Krasniqi e Selimi nuk kanë dalur asnjë ditë përpara trupit gjykues, ndosë ishte parapar ndryshe. Në këtë javë dhe atë që lam pas u anuluan të gjitha seancat që ishin planifikuar të mbaheshin. Me 2 tetor u mbajt seanca e fundit ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Për më shumë se një muaj, Thaqi, Veseli, Krasniqi e Selimi nuk dalën asnjë ditë para trupit gjykues, ndonse ishte parapar ndryshe. Në këtë javë dhe atë që lam pas u anuluan të gjitha seancat që ishin planifikuar të mbaheshin. Gjyqtarët e gjykatës speciale nuk kanë shumë seanca dhe shtyrja e seancave nuk mund të lidhet me ngarkesën e tyre në seanca tjera. Me siguri ka ndonjë problem teknik ose çështja e ndonjë dëshmitare dhe angazhimi i agjendave të mbrojtësve dhe prokurorëve, sepse shtyrja për shkaqe tjera nuk mund të jetë. Tash ato pritet të rinisin të hënën me 10 nëntor dhe në kalendar u shtua edhe një ditë shtesë për dëshminë e generalit amerikan Wesley Clark. Në aspektin praktik, duke marrë parasysh se ka qenë një general me gradat e larta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, normalisht ka kërkuar që të mos zbulohen sekretet ushtarake të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sekretet ushtarake të NATO-s. Gjithashtu edhe mënyra e komunikimeve sekrete mund të jetë pjesë e konfidencialitetit mes ushtrisë amerikane dhe UÇK-s dhe NATO-s dhe ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ndërkohë të akuzuarit po vazhdojnë të qëndrojnë në paraburgim, ndonse dëshmitarët e ZPS-s kanë përfunduar. E publikimin e kërkesës nga Albin Kurti për lirimin e tyre, deputeti i PDK-s Artan Behrami po e lidh me fushatën zgjedhore. Janë 3 shtete, 3 anëtarë të NATO-s, njëra dhe Bashkimit Evropian që kanë ofruar garanci për presidentin Hashim Thaqi që ai të lirohet përkohësisht dhe të gjykohet në liri. Dhe ato garanci kanë qenë me qindra faqe, me detaje dhe me të gjitha. Ndërsa letra e Kurtit është e drejtuar në adresë gabuar dhe nuk ka asnjë përmbajtje me të cilën krerët e UÇK-s mund të përfitojnë nga ajo. Në letrën që kryetaria speciales Ekaterina Trandafilova i kishte kthyer Kurtit, shkruhet se mungojnë detaje specifike operative si protokolle mbikëqyrjeje, siguri financiare ose mekanizma për të siguruar pajtueshmërinë me urdhrat e gjykatës. Ndërkaq së fundi, mbrojtja e Thaqit e përfaqësuar nga avukati Misetić ka kërkuar që të pranohen prova materiale disa dokumente që lidhen me konfliktin armatosur në Kosovë. Kurse këtu në Prishtinë, në gjykatën themelore është mbajtur seanca ndaj të akuzuarit për krime lufte Sllaxhan Trajković. I buzëqeshur u paraqit në gjykatë.
Kjo ndoshta edhe për faktin që një dëshmitar shqiptar është përgjigjur pozitivisht ftesës së tij. Bëhet fjalë për zyrtarin policor Fadil Avdyli, i cili për disa vite ishte shefi i akuzuarit për krime luftës Slaxhan Trajković gjatë kohës sa shërbente në policinë e Kosovës. Në pyetjet e para të mbrojtjes ish bikëqyrësi Trajkovićit thuri lavde për shërbimin e tij. Unë kam qenë bikëqyrësi tina, dikun ka 4 vjetë e gjysh, ka qenë polici mirë. Gjërtar policore mirë, i ka ty detyrat policore mirë. Për një ndër policët e parë në veri të vendit, pyetje pati edhe vetë i akuzuari. Trajković interesim shfaqi se si janë sjellur qytetarët me të gjatë kohës sa shërbente në uniformën e policisë. Dishka më kujto, dishka jo se këta shëtore në zemër e kanë lirdu shumica. Shumica që kun pas kontakt me Trajkovićin. Trajković të njëjtën pyetje pati edhe për kolegët e tij që ishin edhe ish pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Jakub Beta e pripadniku që ka, policajt. Polici Jakub Beta është pjesëtari i UÇK-s. Bekim Ademi ishte. Bekim Ademi po ashtu. Rasim Mekana ishte. Po ashtu edhe Rasim Mehana. Edhe Rasim Mehana. Haziri e Bio ishte. Edhe Haziri ka qenë njëjtë. Zhuti ishte. Nuk ka pasur probleme me shkime. Nuk ka pasur probleme. As në i fjallës, dishka. Se ka qenë polici mirë dëshmitari e përsëritet disa herë gjatë seancës. Edhe përfundimisht ka qenë polic që ka ky detyrat në qatë zonë mirë. Dëshmitari tregoi rastet kur qytetarët e falenderonin të akuzuarin për ndihmën e ofruar gjatë luftës. Dy raste përmena që kanë afdu e ju konë, adini se jena konë ullën edhe ju kanë afru e kanë bisedu me tonë unë nuk e dive që di që kanë thonë që ashtu e për jashtene. Unë kepshtu e ma kepshtu familjen, qëtu të ishëm, si ku të isha të shumë pytje. Kur i përfundoi pyetjet, Trajković e falenderoi shefin e tij në polici për kontributin e dhënë në gjykimin ndaj tij. Ju falenderoj. Nuk e di, a më respektojnë si dikur? Emisionin frontale vazhdojmë me informacionet të tjera. Në 27 vjetorin e rënies heroike janë përkujtuar luftëtarët e UÇK-s nga komuna e Rahovecit, Xhelal Hajda Toni, Seledin Mollabazi Mici, Hamdi Hajrizi, Bektesh Haliti dhe Nezir Emiri. Posamazheve të shtatoria Toni dhe Micit, familjar, bashkëluftëtare, përfaqësues të UÇK-s dhe komunës vazhduan me ndërimet të varrezat të dëshmorëve dhe pastaj mbajtën një tubin përkujtimor të kulla e heronjve. Me shpirt e pathyeshëm e ardhmë në dorë, trimatan u vunë për armiku të egur, të bindur si liria është shtësarit që duhet mbrojtur me çdo çmim. Dhe ja rretën e sollën lirinë e përjashme në altarin më të çmuar të kombit atë të heronjve e dëshmorëve, ka shkruar kryetari i Rahovecit Smail Latifi. I pranishëm ishte edhe kryetari i AK-s Ramosh Haradinaj. Në historinë tonë ata zonë vendin e luftëtarëve më të spikatur të të gjitha kohërave, heronj për të cilët shekuj do të flasin, ka thënë Haradinaj. Për të biseduar edhe më shumë për heroizmin e këtyre heronjeve, me mua në studio është Faik Berisha, bashkëluftëtar i Tonit dhe Micit. Zotë Berisha, mirë se edhe. Mirë broma, mirë se gjeda. Faleminderit shumë që je pjesë e emisionit frontal. Faleminderit dhe ju. Janë bërë pra 27 vjetë nga rënja e dëshmorëve të ushtrisë ligjore të Kosovës, pra Xhelal Hajda, Seledin Mollabazi, Hamdi Hajrizi, Bektesh Haliti dhe Nezir Emiri. Jo, më treguat më herët që jo keni pasur fatin që bashkëpunoni me ta, por keni pasur, po më thon fatin që jo pak para se më ndodh rënja e tyre, ju keni qenë bashkë me ta. Po, sa herë që në vjetë data 6 nëntor, nuk mund të mos me i përkujtojmë ne gjithë, jo vetëm mund, po gjithë ne bashkëluftëtarët e Tonit dhe Micit, të Hamdi Hajrizit edhe Bektesh Halitit dhe Nezir Emirit. Këta tre kanë qenë nga zona operative e Shalës. Mirë po, me Tonin me Micin, ne na kanë rënë në fillim në kyçën tonë, si njësi që kemi qenë
Dranovcës dhe Atriqit, ne jemi njohur nëpërmes luftës me ta. Mirë po dhe shok tjerë që kanë qenë në luftë në Kroaci na kanë treguar për historinë dhe të bomat e Xhelal Hajda toni që ka qenë, për luftimin që është bëu atje dhe ne kemi pas nevojë pra si luftarë që kanë qenë shumë të zot. Edhe atje në fillim jemi njohur në Dranovcë. Edhe kështu, por mirë po gjithmonë ata janë munduar djemt më aktiv edhe familjarët e vet, se toni ka edhe vëllezër tjerë, edhe 2 vëllezër tjerë ka pas bashkëluftarët vet. Një nga ta është edhe dëshmor. Gjithashtu edhe miqi familjarët e vet edhe shokët e fëmijërisë vet i kanë aktivizuar që të bëhet një brigadë ose një njësi e UÇK-s në mbrojtje të Rovecit apo edhe në zonën operative të Pashtrikut. Ju në ditën e rënies, do të flasim për ditën e rënies së tyre, ju paraprakisht keni qenë bashkë me tonin dhe miqin, mirë po edhe me këta dëshmorë tjerë të cilët vinin nga zona e Shalës. Si u gjendet në ato rrethana bashkë dhe çfarë ndodhi me tutje? Po me ne njësia jo, se ne mund kam vepruar në njësinë e logjistikës të kohët të shtapit përgjithshëm nga Lëndovica. 2-3 ditë para kishte ardhur një grup nga Shqipëria, ne kontaktet për hyrjen nga Shqipëria që ishin ushtarë të UÇK-s, se kemi pas me Xheladin Gashin plakun, me telefon satelitor edhe na tregojnë se kanë hyrë 10 veta dhe të ushtarë dhe shkojmë i këshirëm në Lubisht Hasit. Mirë po nuk mundshim të tërheq ata 10. Hamdia Rizi ka qenë në kryesosi atyve. I kemi lënë edhe 2 ditë, i kemi thënë na vjen një grup prej 7-8 vetave, edhe ju marrim së bashku dhe i dërgojmë deri në Pakarush. Ashtu ju kemi pas destinacionin. Edhe në këtë rast na vjen shkojmë me 6 nëntor, mes natës 5 dhe 6 nëntor. Ne përsëri komunikojmë me Xheladin Gashin ai në thret edhe thotë po hinin grup prej 80 vetave. Në këtë grup, këtij grupi i ka prej Vajtuka dhe Xhavet Elshani tani ndier bashkëluftare shoku im i ngushtë ka qenë. Edhe ne në këtë rast dalmi presmi ata në Lubisht Hasit, i marrmi me 2 kamion, edhe i marrmi këta 10 djem që na kanë mbet, Hamdia Rizis bashkë me këta tjerë. Edhe gjatë kësaj ngjarje ne ndahemi për shkak se njëri nga kamion, se me 2 kamion ishëm, duhet të shkonte në Pagarush. Këtë kamion e ka vozit Shimgashi me tani o dëshmor shoku i jon. Ndërsa kamionin tjetër unë kisha. Me qenë se ishtin më pakta për në rreti për me i dërgu, ishte edhe Xhavet Elshani, shoku tjetër, unë e mora përsipër me i dërgu në rreti. Mirë, po këta të 10 nuk mundem me i fut me një kamion të gjithë, nga se ishte shumë ngusht. 5 nga këta vinë me mu deri në rreti. Mirë, po gjatë rrugtimit, mësi kemi dalë në Rrgovë, se duhet bënim, atë ditë ka qenë ditë e premte, ditë pazari në fshatin në Rrgovë të Hasit. Duhet të kalonim në rrugën magjistrale Gjakov Prizren. Kemi hasë në kolonën e serbëve, policisë serbe, kemi hyrë thuajse në mes teve dhe kishimi kontakt me njësinë që kishimi përcjellje me radiolidhe, edhe me gjitha ushtarë i thamë që të rinë gati se mund me ndodhë me hinë luftime. Se rreth 100 vet ishëm në mes aty. Unë gjatë kësaj rruge jam kthy në Krushet Madhe për shkak me çu këta në rreti. Para se me hi në rreti, Xhavet Elshani më nal mua dhe më thot, Faik thot, po nalmi na pak po bëjmë si lloj parade, kështu ti hin përpara shkotët toni dhe miqi aty në shtab ku ishin. Tha dhe se ata kishin një entuziazëm i madh për shkak të armatimit që vishin, mirë po kishin marrë edhe mjete financiare. Në momentin kur hy unë aty dhe më shet toni dhe miqi të dytë, edhe më thonë ku janë ushtarët, i thash që rrugës janë të ardhur. Dalin edhe më kujtohet edhe kanë qenë edhe disa luftarë aty, një ndër ta dhe Shaban Krasniqi e tjerë, i thotë dilni para pritni ata. Kur i shet tonin nga edhe miqi emocione bile. E nxarr revolin 16 që kishin një revolin 16 miqi dhe gjun një 5-6 herë për pjesë. Xhavet Elshani u prind tek këteve, por në mesin e këteve ka qenë edhe Hamdia Rizi. Në atë rast kanë hyrë brenda ata. Edhe unë i tregoj, i thash tive se kam 5 djem tjerë nga zona operative e Shalës që duhet mi dërgu deri në Pagarush. Në këtë rast se kisha obligu Xhavet Elshanin më përcjell. Mirë po, ne kemi ndajt rreth 40 minuta aty. Me Sabadin Senën, profën tani ndjerë, Xhavet Elshanin, tonin dhe miqin. I kom pi gati 2 kafe më shumë, i kanë dhënë pak mëngjes si vetë. Aty kemi mbrojnë ka ora 9 mëngjes. Edhe në këtë rast këta djemtë kishin një të Shalës, Hamdia Rizi më kujtohet se disa herë pa të takuar aty ku kemi lënë, më thonë të Fajka do takohemi me ata shok në Pagarush, që kishin shku me grupën tjetër. Tash patjetër, tash unë kam ju dërgu. Edhe gjatë një insistimi të tyre ndretohet toni, atë se unë kam punë thot deri në alta atje në shtab diku dhe
ne do t'i dërgojmë me makinë. Thash jo se unë i kam për detyrë. Edhe me insistimin e tyre, kanë shtinë ushtarët, mi kanë marrë çantat e tyre, i kanë ekë dhe kemi qitë në 2 makina, njëna ka qenë forciera dhe tjetra Opel Ascona, të dytë kanë qenë me kaj por dy. Edhe para se mu ndonë nga ta, Toni më shkruan numrin e telefonit satelitor, se dhe ata kishin bërë një telefon, edhe sot ditë e kam atë numër, më shkruan me dorët vetë, edhe mi përshëndet me një farë mënyrë shumë, se mbetet tash një asisë e brengative dhe insistimi atyre ka qenë që me u boni një brigade fort aty në fshatin e tij. Ku kanë operuar ata, ka qenë shumë e rrezikshme, nga se forcat serbe kanë qenë me vija euro 250 metra. Kanë tentuar 2-3 herë me depërtu te këta, po falë shkasistëve dhe i kanë kthy. Si ishte përshëndetja? Përshëndetja ishte që mos do të ndëgjohemi ne, do ta sip patjetër. Edhe me këta djemë tjerë, me Amderizin, kërë jam do ashtu njëjtë. Ata Amderizin në momentën edhe dhej, më thotë që ka harru diçka në lëbisht hasit, më thënë nëse mundesh, diçka të dylbisat, atë optikën. Thash hajtë se në atë përqëtëshmi grupe për një pagarush, thash do të abit. Pra ju përshëndetëshit, pa e pas idin që është përshëndetja fundit? Pa tjetër. Mirë, po është diçka interesante, se tash ne, edhe sot e kemi diskutu me. Në rrugën ka kanë kalu, Toni dhe Mici, unë nuk kam pas me kalu. Në kamion që i kam pas. Që ke pas me qunë pagarush? Ne e mueshmi rreti, për shembull aty ku kemi qenë, ka qenë fshatrat, fshati Samadrash, student që do për dëlan dilshmin pagarush. Mirë po këta, në këtë kohë, kur kanë dalë të poshtë i kanala, jetë sena vetë, është dëshmitari gjallë dhe është ushtari ushqës. I nali, thot komandant, se forcat serbe banin një rrugtim nga Roveci deri në Soarek. Bajshin kolonë dhe ktheheshin përsëri. I thot mos kalonin këtë rrugë me dalë në asfalt kryesor, se po ka lëvizjet armikun. Rruga ka qenë e shtruar asfalt aty. Thot se tash ta shkon edhe i kemi po. Edhe si me nervoz, si pak Toni de kur na do të ikim edhe i gro makinës. Mirë po Mici është nal shumë më mbrapa këtij. Kur kanë fillu, se tash sipas dëshmish edhe dëshmisë të dy të tjerëve që kam shtu, autokolona e forcave serbe që ka qenë me blinda, me ato pizgajerët, me ato mitralizat lartë, ka është këtyn nga Sorej, këta kanë hasë balë për balë me ta. Për një moment janë ndollë ta. Janë ndollë dhe ka zbrit, si pas njërin nga aty, ka zbrit një polici që ka ofru. Kër i ka po me uniforma, ka fillu me këta. Duhet që këta qatë porin e kanë neutralizuar, këse e kanë vro. Mirë po Mici i ka po të gjujt edhe nuk është nalë deri... Mici ka qenë veturën e dytë? Mici ka qenë veturën e dytë edhe nuk është nalë deri, ju ka ofru ofër atë edhe kanë fillu, i ka thonë këti vetë makinës, që une nuk e lo vetë. Më thonë Mici ka mujtë edhe eventualisht motorik, por nuk e ka po? Po, kanë mujtë ta me nalë makinën edhe me dalë, se ka qenë pozicioni që më gjujt pak e më lartë. Edhe ju ka ofru edhe edhe kanë fillu këta mirë, po forca serbe në konë matë përgaditin, kanë bos mitraleze nalë. Dhe kanë gjujt me breshi plumësh. Aty mbetin të dy të atë vronë. Amdje e rizi bekte shalitje në zëri mirë. I plagoset ranë lullëzim i mirë dhe një tjetër i mirë me mbjemër që është së më kujtuat. Në këtë ras unë isha, sa isha njësë për krushet madhe, dhe ishë me lonë kamionin, pas një 300 metra vje euro, është unë dëgjun në gjuhë i minal, po, i minal. Të shtonat i dëgjuhë, ata mormenja që apo ndu? Po, me një fara si pak, si kështu zemra ma si, thash, ishala nuk ja kanë mojtë në truk për me asi. Mirë, po kjo ishte, për ne ka qenë një humbi shumë e madhe, nga se ata të dy, tash po këthejna pak ma mrapa në korrik, nuk kanë, kur kanë fillu luftimet në Raves, nuk kanë qëllu, kanë qenë në Shqipëri. Në Raves ka e betejë famshme? Po, e korrikut, 18 korrike në Balase, ata nuk kanë qenë në Raves, kanë qëllu në Shqipëri, kanë shku për mobilizim të ushtarëve e tjerëve. Mirë po unë i kom taku ata përsëri kur kanë ardhur në gusht, me Xhavit Elshanin, me Ibrahim Selmonen, Binak Mazreken nga zona operative Dugaxhinit, kanë ardhur deri në Piran, aty i kom taku së bashku me ta, i përshëndet, kanë shku deri në Jabllanicë. Toni me ta, pas Jabllanicës është kthyer çtu në reti dhe i ka bën çet mobilizimin e gjithë ushtarëve të tjerë. Pra ju u përshëndetet me ta, se më thonë mas pak minutash i dëgjua të shtënat dhe më pas u morë vesh edhe që ndodhe. Qysh ka qenë në kohë lufte humbja shokëve?
për jetimit që kanë përhumbje në shokëve? Ne me fillimin e luftës edhe me të gjitha këto e kemi pas parasysh që dikush do të vritet. Mirë po, humbja shokëve është humbje, me ata që ke ndo, për shembull unë e kam pas për parim thaqe në shok ngusht, kemi qenë shkollëtar së bashku. Po e pash ishte një fotografi që ma ke dërgu, a i djali... Edhe sot e ma në emrin stadioni, se ne kemi qenë futbolist së bashku akti, kemi lujt në disa liga, a i në fund ka lujt për Lirinë e Prizrenit, unë për Sovare kam qenë. E kam varoz vet ato, për parimin edhe kam zhvaroz vet me 15 shtator. Ka qenë shumë rëndë nga se me dikat që e njohish, edhe me këta tjerë të shokët. Edhe Shim Gashin, edhe tjerët, edhe shumë shok që kemi, po është sa herë që vinë datat, si për shembull data tonit micin, më kujtohen mua gjithmonë ata, për mua ata mbesin gjithmonë në atë moshën e re që kanë qenë të bukur, kanë qenë. Edhe s'ka si mos si i kujtoj ato dhe ato emocionet normale janë që për këta. Pra, ju keni qenë shok dhe më pas e ke varros shokun tanë, e ke rivarros më pas. Është... Po thash, lufta nuk në e kemi ditë nëse lufta nuk ka me pas gjë tjetër, edhe e ka atë. Për fat më stan të kesh, po në shatin tonë janë ndronë djemt më të mirë të familjeve edhe djemt që kanë mojtë familjet mirë, po edhe që kanë qenë djemt më të zëtë që kemi pas në njësin tonë, se është orë të qëkës. Është një fotografi kur shihni ju duke rivarosur pra shokun tanë, e ki në njërën dorë, se pja tërgoj dhe regjisë për mi gjitë ma letë, e ki në njërën dorë e ki arkivullin, në njërën dorë fotografinë e shokut tanë, që ka qenë futboller. Po. Unë e ka dash shumë futbolin, e ka dash jetën shumë, ka qenë ndër studentët më të mirë, ne kemi qenë zbashku në shkollën e largjëve dhe Doda, atër ka qenë drejtimin gjuhë angleze, gjuhë dhe letërsi angleze. Kemi qenë zbashku me to. Mirë për edhe futbol kemi lujë zbashku në student qanë të Soarekës, më pas sa vjen Liri. Ka qenë shumë e rëndë për mu se kër e kemi kër i kom shku me marrë disa shok për me si kom kalu rreth stadionit ku kemi lujë zbashku futbol. Edhe ja kom nuk do bari aty në stadion student qanë, bilim kanë po edhe shok tjerë aty, nësa që kemi lujë, dhe jakom të aty të vorë, jakom gjujtë. E kam një djenë kështu se kur sarë të asha emrin aty, emrin e stadioni që shkunë, se kemi shku, kemi lujtë në zbashku me Gjavit Elshonin, edhe me tjertë aty. Edhe për një moment ndalët, Gjavit Elshoni tani është ndirë, kemi pas shok edhe me të zbashku, Gjavit Elshoni Leopordi. Edhe është ndalë, e peshon që e ishë emocionu. I thamë që ke, tha, shefe, na të tretë kemi lujtë bashkë futbol, tash po lujmë na dy, tha, në stadionin me emrin e përpërim thashit. Mirë po, një pak vetën të letësu në shtë se kam kontribu që emri stadionit ta merë emrin e ti. është një farë gjësimi, një farë ngushëllimi. Në atë ku ka qenë, më qujke prefekti i Prizrenit, ka qenë Kadri Këziu, tani ishë kryetari antari gjykatës kushtetuese. Ja, edhe me ndihmën e tij, edhe mirë po edhe me propozimin tim me kërkesën e shokëve të tjerë. Kjo është fotografi që kemi. Pra, kjo fotografia të cilën çfarë mundem të them për këtë moment? Po, nuk është moment i lehtë ku tani është dikon edhe të jam mbledhë unë vetë aty dhe kam një sinqezim, po e kam largu ato me jam mbledhë edhe se ai ka qenë kështu djali poshëm, fotografi me poshtë, me jam mbledhë pjesë të trupit. Se është vrarë me 28 maj dhe me 15 shtator e kemi nxerrë. Edhe këtë pjesë të trupit, ja kom tash ndoshta nuk është pak asi, po edhe ishte afër nesh, ka qenë edhe prindit i kom shtini ata shok me largu. Tash largone për një moment, se e disha që në momentin kur e kemi varros ka marrë shumë pluma, ka qenë makinë me disa shok tjerë. Mbi 100 pluma më sam ka pas trup. Janë ekzekutuar nga afër nga në prit kështu. Dhe kjo është momenti i rivarrimit. Po, me 15 shtator, pas i kemi mbledhë gjithë ata djenë, ata ushtarë, se në momentat kër disa e në ra, kemi në Dëbërdelan, kemi në Pashtrik, kemi në pjesë tjera që e në ra, në një shkovë,
në Pagarush, gjithë ta djemë të Landovicës që në ronë në përfronte. Edhe është dashnë imi mbledh gjithë ta shokë edhe për fat mirë tash mos erdhi liria. I kemi edhe afër aty në Landovicë. Gjitha dëshmorët e Landovicës që në rreshtin e portë, ta që kanë qenë ndërta përparimi është Tajër Sinoni, është Remzia Dema, gjithë ta janë. Kratyr është edhe përparimi dhe Shimgoshi, gjithë ta. Kemi fotografi tjera të rivarrimit, ishim pak më herët u shfaqën në ekran, besoj që do të shfaqën tash, të rivarrimit të Tunit edhe Micë. Nuk e di a ke qenë në atë ceremoni të rivarrimit? Kam qenë edhe aty, po e di që nona e tyre ka qenë në mes të dyve, se kjo i ka qujtë të dy djemi, edhe Micin e ka posë se ka qujtë si djallin, se ata kanë qenë pandashën të dytë. Se mu më karo dhe në... Kjo është nona? Nona e Tonit. Po. Po të dyve, realisht, si që ka thënë edhe aja. Madje është edhe një fotografi tjetër ku shihet një ish ushtari i UÇK-s, shok i Tonit dhe Micit. Po, është Xhafer Kadiri. Po, Kadiri. Po, ka pas në këstudio dhe është një fotografi ikonike që flet për dhimbjen, për humbjen e shokëve, po sigurisht edhe për krenarin. Në anën tjetër është nëna e Tonit. E Tonit. Ashtu duket se po ka qenë për ne humbje shumë e madhe për ta dytë. Sikur të kishin qenë ta, se ne kemi vepruar më shumë në zonë operative të Pashtrikut, kanë qenë kalibër i jashtëzakonshëm. Një njerëz që kanë marrë pjesë në luftime dhe neve na kanë treguar se shokëve tjerë si bonte, si ç'bonte. Sepse ka marrë pjesë edhe në për shkak Kroaci për mënyrë. Po, në Kroaci mas shumë ti këta dhe tregojnë si thashë edhe më herët, gjithë ata djemë kemi njoftë, disa që kanë marrë pjesa me këta, i tregojnë për trimnin e Tonit atje. Edhe shpesher vinë edhe kroatë, ishtë bashkëluftëtarët e tij. Me tani së fundi kanë qenë edhe familja atje, sipas djalit të vllavut i Bajramit, se sot që komunikojmë bashkë. I thirrin ata bashkëluftëtarët e Tonit atje, shkojnë familja, shkojnë shokët, disa bashkëluftëtarë kanë qenë atje. Apo harrohet kontributi që kanë dhënë ushtarët e UÇK-s, jetën që kanë dhënë dëshmorët. Sot madjone u futa edhe në chat për me kërku më shumë informacione për Tonin dhe Micin, në bënë përshtypje që nuk ishte informacione shumë për këta dy dëshmorë dhe për të tjerat. A trajtohet si duhet pra figurat e këtyre njerëzve, përfshirë edhe Tonin dhe Micin dhe të tjerat, por ata që janë gjallë? Shumë pak. Për mendimin tëm, se këta që ka meritojnë. Nuk do të thotë që veç me qenë familja e fort për më ta ngritë emrin tonë. Po, vërtet. Këta, më sam tash se po me nësionona pak, i kam të gjithë që në foto është Faredin Hajda. Faredin Hajda ka qenë edhe luftetar, ka qenë edhe në koshare, ka qenë edhe njeri thjesht, po nëjnë për Sukorun që po nëjnë për... Po. Mos tam se dhe ajo punë është në korregjione në këto deponinë në Betorina me ndërmarrje kështu publike, po jo në trajtimin çka është doshta tasi. Pra, sa ta që janë gjallë nuk trajtohen? Emër më shumë respektohet në Kroaci, Toni, për shembull, emri i Tonit respektohet në Kroaci atje se sa këtu në Kosovë. Nuk kemi një orë të mësimit, nuk po hiu në Karovec, se unë jam i komunës Prizret, mirë po të mësohet për Tonin, për të bombat e Tonit për. Desa kroatë bëjnë emisione dhe qesin për televizionet, luftën ai që ka marrë pjesë. Me fojnë e kuj, këtu të na nuk e kanë vendin e merituar edhe dëshmorët, edhe ata që kanë bejt gjallë. Unë nuk isha me fajsu vetëm dikën tu. Këtu fojnë se duhet të marrin pikë pari edhe shoqatat e luftës. Unë jam vetë pjesë tash jam antari kryesisë së veteranëve në Prizren. Mirë, por ne duhet bëjmë pak më shumë, duhet bëjmë trysni të këta, jo të shkojmë ka ona politike. Domen më të madh që na është bërë neve si veteran, na ka bërë politika, nuk është dash na me marrë se mu identifiku, jemi është parti e luftës, është parti e luftës, ata na kanë bërë domen masi. E drejta secilit, ne nuk kemi ditë kur i konë ofër këtive shokëve tjerë. Për shembull edhe Recep Selimin e kemi takuna, tash nuk e kemi ditë a do të ndahemi me një parti tjetër ose diçka. Momentet më të kritike, momentet më të imi kanë bashkë. Edhe këto pak, se tash i shohim na jemi bërë me këto rrjetet sociale
për një moment 200 SMS-a vinë që të fynë. Kjo është absurde, ose du të mje bon ative 200 me rafsh edhe këtive 200 me tjerë mje bon, por nuk s'ka. Nuk është dashtë, po mendoj që i kemi bo dam të gjithë. është dashtë edhe shoqatat e luftës mos më politizu shumë, mos më mirë me majtë një qëndrim neutral për të gjithë. Gjatë sot u ndëruan Toni dhe Mici, kishin qenë përpos kryetarit të komunës së Ravecit, kishin qenë edhe komandanti i zonës operative të Dugaxhinit, zoti Ramush Ardina, me bashkëpunëtorët e tij. Po Toni vetë ka operuar në zonën operative të Dugaxhinit. Në atë kohë kur ka shku një Abdanis aty së bashku me Xhavet Elshanin, një grup shokë vetë nga Raveci edhe për ato. Asnjëherë unë vetë kam marrë pjesë, nuk mungoj asnjë rast. Ramush Radina, kryetari i Aleancës, asnjëherë nuk mungon. Edhe vitin e kaluar ka qenë, edhe vitet e tjera. Mirë po edhe të tjerë bashkëftarët e Tonit Micit nga Dugaxhini, mirë edhe viseve tjera, edhe nga zona operative Shalio Stadium që kanë qenë, edhe ata vinë familjarët, gjithë ata. Fotografi është shfaqur ky djalëria apo na prezanton me këto? Me sa shoh është Ermal Mulla Abazi, djali Seladin Mulla Abazit ose për ndryshe Micit. Një djalë shumë i, se ku ta shumë emocionon edhe i përngjon shumë. Apo po i përngjon Micit. Një djalë, mos tham kështu, po djalë shembullor, se më ka jo shumë me po disa herë kam taku dhe na respekton asi. Është pikërisht sikur Mici, po. Çka i thu djalit për Micin, për shembull, nëse ti don m'ia përshkru këtij babën të cilën ky ka qenë një vjet, 2 vjet kur i ka rroba. S'ka mujt më konë më shumë për shkak të asi. Po, normalisht. Çka i thu për babën e tij? Po këta duhet më qenë krenar çfarë prindi ka pas. Ky për shembull ky, edhe gjithë ata që kanë, se kemi pas edhe të tjerë se kur Mici kanë qenë. Gjithë ata duhet më qenë krenar edhe me shku vijës atij që mos me është një gjë që këta nuk duhet me në atë kuptimin pozitiv mos me gabu diku. Nga se është me shenjë, kjo është djali i Micit. Është djali i herojit. Djali i herojit. Edhe tash ku ta shoh diku për mallëngjimit ose unë me qenë 50 metra larg, i tham shokëve që djali i Micit. Se na përkujton atë Micin e gjithë ata shokë tjerë. Edhe këta kanë borën për me qenë shumë atë kujdesshëm se sa që mund t'jemi ne që nuk kemi... Me gabu dikush tjetër pak më thjesht, nuk ja zmadhojmë shumë ose nuk ja asi, nuk ja cekoma. Këta me asi është një e ka atë pomjen kështu, atë ndjesin që djali i dëshmori, djali i heroi, djali. E vërtet. Është sigurisht një krenari shumë e madhe, por edhe një ngarkesë le të themi për shkak se duhet e ka borën dhe përgjegjësinë, sepse është djali një heroi dhe sigurisht e ka më të vështirë se sa që ne mund ta kemi që si fëmijë dëshmorëve. Po unë sot e kam takuar dhe e shoh se nuk i fol gjithë, dikujt i metet hatrin, e di si jemi na. Po. Dhe shefsha mundohet me të gjithë me qenë i afërt edhe është i afërt me sa kam po unë, po. Unë të falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal dhe ndatë kujtime nga koha e luftës, na treguat edhe më shumë për Tonin dhe Micin, mirë po edhe për të tjerët, siç janë edhe Bektesh Haliti, Nezir Ymeri, e po ashtu edhe Hamdi Hajrizi. Falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Faleminderit edhe juve që më dha mundësia pak, me qenë se edhe kemi edhe shumë bashkëluftëtarë të tjerë Tonit dhe Micit. Po me që është përvjetori, falem për ta, disa qëra tjera do të kemi mundësi që të flasim për të tjerë. Shumë faleminderit. Faleminderit të ju të nderuar shikues që keni qëndruar në emisionin frontal, këtu po japim fund për sot.